shqetësimi jonë më i madh është se qysh në kohën e sistemit komunist, bile dhe atëherë jo, qysh kur e nërtu rezervuari i Shtodrit, me i falë mësi është bo nërtimi edhe kanik, alo sot e kësaj dite një lopat zhëvar nuk ka hedhë këtë rrugë. Fondi, flitet, gojda, nuk e dim, e në të sigurt apo jo, se kur ka njës fillimi, du të kështë pas edhe funin. Atë di zotin që nuk dim gjana. Në dim që jena katastrofë. Këtu me ne, ku jena në sot në këtë rrugë, mund tjetë edhe zonë, jo mund tjetë, pa është edhe zonë turistike, që vinë gjithë vere njërës këtu, mu është të plot, po ku të vinë në këtë rrugë, këtë katastrofë? Jena të diskriminum. Kjo në lidhë me rezervuarin e Shtodrit. Dhe mos e mjafton kja, në thonë, hajde dhe pagu edhe taksën vendore. Taksë vendore s'kam. As uj, dhe energjire ka marrën. As uj, as rrugë, as pastrim gjelbrim, dhe as një gjë si kënë mi tukë. Rruga jonë është e parë si do la rrugë. E dyta, që të din edhe vjetë që është bo dhe problem për energjinë elektrike. Një vepër ujitjet që mund tjetë, jo mund tjetë, po është e pa rrezik në Ballkan, sot kanë pru energjinë elektrike, dhe të Varrezat për 300 metrë, burokracia, se që kanë bë drejtora, shefat, pak rëndësi për ne ka, nuk ka ardhë. As ambulanca nuk vinë dhe e të kja rruga, vinë dhe e një të këthëven me opa. Me keni njeri smush si në ambulanca këtina. Arsyeja është rruga, fëmijë s'kena si mi qu shkollë. Si mi qu fëmijë shkollë se rruga det, ma shumë ka ujë këtë se të Shtodri. E para, kur vinë për punën e votave, na kërkojnë votat pasani na lajnë rrugën mas doret. Na dana i këtë rrugë, se jena familjar, jena tonë të shpija këtu. Jena gati 30-40 shpija më shok. Me të ina na vini to, marrëm smunje më shoko, për zotin, kosha me të inave s'kena. Bëhat det për zotin. Vetë motor s'mund ka le shpesh se dalin edhe policia, thënë ka shkën me motor pa letra, makinës s'mund e fosh këto se prishë makina çdo ditë, vetëm për i këtë rrugë. Me na bërë rrugën, as i gjanë tjetër, na s'kena fondet shtëm rrugat gjithkun. Shteti na kalon mas doret,